to Hero. E hënë e premtë ora 20. Çdo ditë ndryshe. Sportfolio. Ju mirëpret Naim Selmani. Si që të edhe vetë promo arena e kampionëve edhe sonte dhe kemi kampionët në studion e Sportfolios në Radio Dugagjini. Vin nga rrofshi boksit, nuk po i zbuloj emra tash, do të zbulojmë kur të vinë në studio emrat mëdhajt boksit me 2 tituj e kemi kampionin ton në garat botërore. Për më shumë detaje, juftoj që qëndroni me ne në Radio Dugagjini. Më pas për të kuptuar 2 profile shumë të rëndësishme që vinë nga rrofshi i boksit. Do të jetë edhe Brezi që do ta kemi këtu në studio sonte, por sigurisht për më shumë detaje pas një 2-3 minutave pasi do të dëgjojmë hitin e ditës. Sigurisht partneri joni e emisionit PrishtinAticket.net i ofron fluterimet kudo në Evropë, siç e kemi përmendur deri më tani, edhe janë numri 1 në këtë rrafsh. Pa humbur shumë kohë, do shkojmë fillimisht me hitin e ditës dhe më pas do të jemi me mysafirët në studion e Sportfolios në Radio Dugagjini. Hiti i ditës, Matt Sassari featuring Hugo and Sonic Youth. It feels so good. Hiti i ditës sponsorizohet nga Qendra Laserike e Syrit Kubati. Spitali Kubati, i vetmi në rajon që realizon eliminimin laserik të dioptrisë me teknologjinë e fundit e më të besuar të laserëve. Shwind Amaris, 1050 RS, pa prekje, pa prerje, siguri maksimale dhe 7-dimensional, ku largimi dioptrisë bëhet për vetëm 1.3 sekonda. Spitali Kubati për më shumë se 3 dekadash kujdeset për shëndetin e syve tuaj me një ekip të përkushtuar profesionistësh. Vizitoni njërën nga qendrat tona në Prishtinë, Prizren
Rand Pay apo Ferizaj dhe përjetoni ndryshimin me sytë tuaj. Për më shumë informata na kontaktoni në 044 apo 049 247 887. Kubati, shih ndryshimin. Sporti nuk është vetëm rezultat, është ritëm, zë dhe stil. Sportfolio. Atëherë rikthehemi në studio. Tashmë e kemi afër nesh në krahun tim të djathtë Labinot Gjogjajn me 2 titujt e tij në kuadër të boksit profesionist. Faleminderit shumë që jesonte Lab me neve. Faleminderit edhe për juve, për ftesën. Edhe në krahun tim të majt, një djalosh që tani më po e merr skenën duke debutuar, Elvin Sope. Faleminderit shumë që jesonte me neve. Faleminderit shumë më kon këtu sonte. Lab, 2 tituj të rëndësishëm, tashmë 2 ripa në emër tonë në skenën ndërkombëtare të boksit. Sa ka qenë e rëndësishëm, sidomos ky duel i fundit për ta rikonfirmuar edhe një herë prezencën tonë në skenën ndërkombëtare. Po, për mua deri këtu Gumardh ka qenë çdo meç i rëndësishëm, çdo përgatitje. Po deri këtu Gumardh ka qenë shumë punë e vështirë, njerëz muni trening edhe i kem tregu botës se me trening arrihet gjithçka. Më falë se vëshja rregullova mikrofonin kolegës. Meçi i fundit për njerëzit që përcjellin boksin mundet me u do kështu shumë i lehtë. Përfundon para kohës, por sa realisht ka qenë i vështirë brenda ringut dueli i fundit. Po për dikën që e njeh boksin, nuk mund me thonë që ka qenë meç i lehtë. Po meç i lehtë nuk ka qenë as pak, kanë qenë 4 runda, ka qenë runda shumë vështirë. Do me thonë çdo rund i ka qenë rrezikuar për një kundërshtar të nivelit të atij. Edhe përgatitjet, publiku nuk mundi po fazën përgatitore që kemi kaluar. Sa, pikërisht për këto pyetja, se është bëhen para përgatitje shumë herët për me arrit deri te dita e meçit. Po unë për këtë meç ja kam filluar përgatitjes prej shtatorit. Edhe mund me llogarit vetë sa mundi u kon përgatitje. Njonin pej titujve, nëse nuk ka bëj kënë mes, VBC. E pat edhe Vladimir Klitschko. E kanë pas shumë ylla tjerë, jo veç VBC-n, po e kanë pas edhe BU-n. E këto janë tituj që kanë vlerë të madhe, do me thonë edhe VBC-a, po e BU-ja është një ndër titujt në Evropë është kryesori, që ti hap rrugë për kampion bote. Po, edhe VBC-ja ka rëndësinë e vetë. VBC-ja ka rëndësinë e vetë, për mu rankun federatën e VBC-s. Pas që përshon që për vetë faktin që edhe Vladimir Klitschko e ka kalu këtë rrugë, pra është rruga për më ndjek për me arrit? Po, absolut, kjo është një rrugë që çon për titujt botës. Elvin, debutimi në ngjarjen ku ka boksuar edhe Labinoti, sa ka qenë e rëndësishme për ty? U konë shumë e rëndësishme për mu, se është hapi i parë i profesionit, edhe ti realisht me boksin ke fillu pak më herët, nuk është që ke qenë i panjohur rrethën e boksit në amatori, ke pas nëse s'gaboj edhe 10 meçe tjera. Po, i kom pas edhe 10 meçe tjera, po ja kom fillu boksit me Labinotin bashkë. Lab, Elvini, një bokser i ri që i bashkohet skenës, një shqiptar tjetër që i bashkohet skenës së boksit, ju e njeni më mirë. Po, Elvini është një djalë i ri, ka perspektivën e ka për para, siç kom thonë edhe këti, me trening mund më arrit gjithçka, është në dorën e stafin e duhur, edhe jemi të punun tash edhe këta për gradualisht me pjek si bokser edhe me ngrit nivelin më të lartë. 23 meçe deri më tani që i ke realizuar boksin profesionist, e ke bilancin perfekt. Vetëm një barazim, asnjë humbje, tjera të fitore. Edhe kjo besoj ta hap rrugën për
pjesën e epërme të renditjes në boksin botror? Dyert që janë hap, për me mbajt këtë bilanc, vetëm unë e di se çka do me thonë për me mujtë më kanë i paprekshëm, do me thonë pa umbje. Me boksu me nivellet lartë boksit edhe me dal tankuan fitus, kjo është një punë, një angazhim shumë i madh. Po ashtu ke edhe i 15 në I 14. I 14 në kategorinë e VBC-s. Rangistit e VBC-s. Po, sa është e rëndësishme, sa të ndihmon kjo tash në synimet e tua për me ngrit më lart? Po, synimi kjo e rëndësishme është se VBC-ja në top 10. Se duhet të përmend, shqiptar nuk ka në këto nivele në vend me 14. Nuk ka ala dhe tash e kemi fjalën për Super Tron. Po. Nuk e ki ala në këto nivele top 14 në VBC. Edhe si thash, do me thonë top 10 që është këtë me ylla është e mbushën. Mandej vazhdojmë ne. Këto përfshitu, Syku, këto përfshit Kabajel, Joshua, Dobias, Ket Wilder, këtë janë cisora, këtë janë aty mbrenda. Edhe është një punë, synimi jonë është sa ma lartë mi top 5 në VBC, për me mujtë mi ja bloku rrugë kampionave. Mi o thonë, hajde një këtu. Po jo mund befasoj dorën zamër e Syku që vendosi me boksu me tash fundmi me këtë kickbokserin, më do pak e çuditshme. Se ka pas sfidus rrethit që kanë mujtë me u sfidu. Sfidus ka pas, po tash i Syku i ka bo rrethin, e ka bo edhe emrin, edhe në fakt edhe parit i ka bo, tash e ban edhe biznes e ka njës me bo këtë kote funit. Po, edhe pjale, jajnë pse jo. E vërtet. Debutimi me TKO Sope, atje pak ma shumë motiv për me vazhdu tutjen. Debutim me përfundu një mesh me TKO nuk ka bashkë e lehtë. Se për pas asaj krijon përvojë normalisht, po në debutim me TKO goxha premtuese. Motivim po edhe motivim më jep labi që më përkron. Edhe kështu që do e vazhdojmë rrugën sa më lart. Perfekt. A ke fillu si sport për herë parë me boksin apo je marrë edhe me një sport tjetër paraprakisht para se me hitë boksi? Jo marrë me futboll. Futboll? Po. Sa ke luajtur futboll? Allo, 15 vjetë po e. Ka... 15 vjetë, mësane... E qka të rekit e boksi? Ma shumë ku e shisha labin e toklirin, se më shtishin... Se ja kom një sefte me ta me ushtru edhe... Pi që atër më ka inë zemër edhe... Edhe pi ku jem ka një vogël e kom dasht boksin si sport. Po prindit jo zban, jo knena, jo pasoja, jo këta. Edhe kështu që... Për krahja, në shumicën e sporteve është shumë e rëndësishme. Në ngjarjen ku u organizu, ku ke labi me qenë ti, pat shumë përkrahje. Pat shumë njerëz që kishin zgjedh me përcjell. Sa ke motivuese për ty me pas çaq shumë njerëz edhe përkrahje me një mec të tillë. U kanë e veçantë, mbrëmja u kanë e veçantë, përkrahja u kanë e veçantë. Edhe më ka dha forcë, ku min në sallë, ku e nisha vetin si në shtëpi mo, si në shtëpi gati ku më buksue. Edhe nuk kom përkraja, u kom maksimale. Me startu karierën me TKO lab si rasti i Sopes, e mirë për karierën, besoj, është motivuese. Është motivuese, është një shembull i mirë që... Po sigurisht duhet me qenë i matëm, prapë. Absolut, treningës duhet me vazhdu, se ti visa ke fillun, Allah nuk të ka puna mundesh me bokset nivellit pak më të lartë, mandej në gradualisht shkojmë të testu, ta t'ja arrit nivelin e boksit, edhe vazhdoj me punën. Je zhvendos tash në periudhë në Gjermani ku e ke zhvilluar aktivitetin. Sa ke arrit me u adaptu gjatë kësaj kohe atje dhe çështu ka do kjo periudhë? Po unë u bona gati 4 vjet që kom dalë në Gjermani. Edhe prej fillim kanë prit shumë mirë, kanë prit se gjermanët e dojnë sportin, e dojnë, veçanërisht e dojnë edhe boksin shumë. Edhe aty nina si në shpiteme, nina jam shumë i adaptun edhe shumë krenar që e shoh atë përkrahje për tyne. Një prej meqeve që më ka lënë për shtypje, se boksi, nuk i dihet kur boksit e përmendëm edhe të bisedu jashtë, je duke nejt, hapet një mundësi, dikon lëndohet dikush, të thrasin ty. E njëjta ka ndodhur me Ukrainasin, që në periudhë shumë shpejt i ka thonë po edhe ke hi. Po, kjo ka qenë për kampion Evropë, kur ka bërë meqin e parë. U konë me Zakuzhin, boksin e Ukrainas, është 2 meter 8 i nalt, edhe u konë kampion.
edhe në fakt Arnold Gjegja ka pas me boksu me atë, edhe ajo u lëndu, domethënë javën e fundit e ka anulu mbrëmjen. Edhe po na çon ftesën për me boksu me atë. Edhe me Toklirin, bisedoj me trenerin, menaxherin Toklirin. Edhe i thojmë po marrë çet shanse më të pritë unë, pse mos më shfrytzu. Edhe ja ka vlejt. Çaty edhe fiton titull. Çaty fiton edhe çilit rrugët e mia atë. Atë veç duhet punë trening për me mbajt. Amo jo ka të thojnë shpesh për shembull që në sport duhet me të prik kanë herë edhe fati, se realisht në këtë rast po besoj që ka qenë pak edhe çështje fati, e keq për Xhoxhajn, për Arnoldin, po e mirë për ty, në realitet se të ka hap rruga për me boksu. Po, normal e fati në boks shkon edhe fati, normal po treningi edhe durim. Dhe pas durim, numër një është durimi, me prit, deri ku të vjen shanca. Ku të vjen shanca, s'ki shka pret më ndi. All in. All in, më s'ki shka. Sa është e vështirë periudha kur e nis fazën e përgatitjes për një meç? A përfshihet aty edhe bokseri, stili i tij, ose çka realisht mësohet gjatë periudhës sa e bën përgatitjen? Se ato janë, po besojnë kanë në raste edhe më të vështira se vetë meçi. Po, tash na jemi në nivelin e boksit që nuk mujmë i zgjedh kundërshtarët. Po. Edhe këtu na cakton federata sfiduesin. Atë moment ku ta caktoi federata sfiduesin, caktohet edhe mbrëmja ku dhe ku ka mbajt. Domethënë menaxherat kontaktojnë mes vete. Edhe prej aty na nisim i zgjedh sparring-partnerat në stilin e kundërshtarit. Edhe përgatitjet çdo sen punohen në stilin e kundërshtarit. Pra, edhe sparring-partnerin që e ki është do të më qanë identik i tina. Do të me përshkru para shumë kundërshtarin. Do me thonë unë përgatit më të vështira e kum pas me Alijevi, ku kum boksu, me francezën. Shumë i papërshtatshëm për ndryshe. Shumë u konë edhe onën e kundër të konë. Kena pas probleme me sparring-partnera sun gjenshëm. I kena marrë prej Kubës. Prej Kubës nga shku i kena gjetë bokserat nivellit ati. Mo për mu ka qenë të merë ka qenë përgatitja deri sa kum nis me mësu sistemin e anës kundërt. Më dhe më kisha marramendje, kisha më upke motivi për trening. Po me mendimin e trenerit, Toklirit, stafit, apet u kthesha, ka qenë punë shumë e vështirë. Pra, është dash me ndru komplet stilin. Komplet stilin e boksit. Çdo sen nuk kanë dash me ndryshu, se domethënë anën e kundërt nuk kanë dash me shku kret me ecë anën e kundërt. Pra, për dëgjues më ja shpjegu me tentu më ja shpjegu ma thjesht, nëse për shembull Lavi ka boksu duke ecë nga ana e djathtë, edhe ka sulmu për shembull me dorën e majt, tash e dosh më kthy në anën e majt me sulmu me djathtën. Jo, unë ose me lëviz në anën e kundërt. Unë nuk ka nevojë me ndryshu gardin. Gardi jam është ai njëjti. I njëjti. Po lëviz janë ndryshe. Lëvizjet unë duhet më ikse ai domethënë ai ka dorën e majt, e ka të fortë e ka. A unë e kam dorën e majt, e kam parën e kam. Edhe gjithë kanë dash mi ik, unë e dorës të fortë aty, anën e kundërt. Domethënë boks ikish shka normal gard, s'ki nevojë me ik, ikish anën tjetër. E mund karo kështu, o kam përgatitja shumë e vështirë. Po ja kem dalë, aty kanë një performancë shumë e mirë kanë. Po nikosisht kjo është pastaj motiv edhe për ty se kur e kalon një lloj sfide, po besoj jema i gatshëm edhe për sfida tjera, se ke mësuar edhe diçka që ke provuar në shta më herë. Çfarë në boks çdo ditë mëson. Po, çdo ditë mëson. Cilat janë planet Xhoxhaj tash në vazhdim? Planet tash unë suni baj. Po më to afat shkurtë se ato caktohen tash kundërshtarët. Planet i kemi pak më po për shumë Kosovë. Super. Edhe mande ku shkoj me stafin, jemi bisedime këshyr, që ka oferta të reja, shka s'ka. Njesë më e bojë asgjëra zyrtare. Super. Po, a beson që në të ardhmën e afërt hapet mundësia për me boksu për krejun, për titujt botëror? Unë mundësin tash e kam, po thjesht veç jam të i prit ofertat. Okej. A ma japin shansën ajo? Shansa është tash, unë i mbushi këtë kriteret për me boksu titujt botëror. Veç du me prit ofertat, a shansët a ma japin ata ajo? Varet prej menaxherave. Po edhe ata tash kalkulojnë se në kundërshtar vështirë besoj edhe do pe ty në këshirin me ik.
2 meqet e para kam qenë unë sfiduesi. Po. Tash nuk jam unë sfiduesi, ato sfidojnë mua. Po. E kjo është pak ma vështirë. Kishe përgjithësi më shumë. Ama si të si tjetë, niveli ku ka rrit, titut e fitu, unë besoj është një farë lloj krenarie, se te e din të na boksi për cilët shumë dhe ka shumë vëmendje, sidomos kur janë meqet e tua. Jo, po mua kjo është një ëndër e realizuar që jam në fakt kosovari i parë, shqiptari i parë që e kam bë kampion në Evropë, edhe në Ballkan se ka arrit dikush tash kërkush këtë titull. Kjo më bën një veçanti, po dhe një ëndër që është ëndra jam e jetës, që du me më një mbrëmje këtë titull me organizu në Kosovë. Ja. Edhe kjo ka qenë, kam bëkon një diçka shumë ëndër. Kjo kish me kon madhështore, besam. E tash jemi me stafi, me sen, po nuk du me bëjnë një kur gjatë zërtare. Derisa të kryhet puna. Derisa të kryhet, po. Me premtu s'duhem tu asgjë. Sope pas meqit parë tash, edhe ti besoj i rifillon përgatitjet, njëjtë si Gjoxha, apo jo? Po, në përgatitje jam tash vetë se u fol tash për me bën një meç tjetër. Më rana kësaj periudhës tash? Po, domethënë në maj jemi të planifikuar me bën meçin tjetër. Perfekt. Edhe në Gjermani besoj organizimi kryet, a? Po, kjo është fillim karrierës, ku mund mi bë 3 meqe, den 4 meqe më vitit. Po, për shkak për me ngrit karrierën sa më shpejt. Edhe mu me marr provoj sen. Tash. Super. Mirë, përgatitja me këta vazhdojnë për javës tjetër vazhdojnë, intensive. Edhe këtu jemi të ushtru, ama jo diçka sa më mbajt formën, po për javës tjetër vazhdojnë me trening intensive, vazhdojnë me trenerin. Për çka të merr mas shumë ti malli për Kosovën? Për Kosovën, për hajër, për frymën për Kosovën. Se është e veçantë se pjesë më të madhe ke kalu këtu, pastaj ke zhvilluar karrierën. Unë me 13 vjet kum dal për Kosovës. Po. S'kum qenë edhe i vogël, po as i madh. Po fëmirin e kum kalu këto kum kalu. Sakt. Edhe janë momentet pa rrushme janë. Unë më shku gjithka në përpushime. Po, ku të kthena për pushimit, në Gjermani, për shembull, nuk një rahat. Kam diçka mongi, diçka atë mungu, ama këto Kosova relax ba. Ta këtë stresi, këtë muni, gjithsen shkon çdo. Për një bokser të ri sope, me pas Gjoxhajn si shembull edhe në stërvitje edhe me marrë këshilla, besoj është me shumë vlerë. Jam shumë krenar që muj me ushtru bashkë me Labinotin, se çdo ditë është mësim. Unë ju falenderoj të dyve për kohën që keni ndarë me qenë këtu prezent, se e di që keni edhe ju angazhime pjesës tjetër, po unë kisha shumë qef me ju pas një emision për dëgjues tanë me dëgju rrëfimin e juaj. Faleminderit edhe për Radio Dugaxhini që na kanë bërë ftesën. Edhe natën e mirë gjithëve. Faleminderit shumë sope. Faleminderit. Edhe shumë suksese dyve tash në rrugtim. Këtu shkojmë me pak muzikë dhe më pas kthehemi me lajmet e fundit vendore. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes it feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. Nowhere to turn, nowhere to turn. No, now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again. Free, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again. Free, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Radio Dukagjini, zoni që ju ndjek. Për ty që punon për një të ardhme më të mirë, ne jemi këtu për të mbështetur dhe shpërblyer. Apliko për kredi personale deri në 50.000 euro pa hipotekë. Merr kredit kartel dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar vetur. Banka Raiffeisen. Make it happen. Këtë prem, veç ka 95 cent në Viva Fresh Store. Tron Music kilogrami 95 cent, këpur të pako 95 cent, Red Bull 95 cent, qumësht 95 cent, jogurt 95 cent, salam 95 cent, makarona barilla 95 cent, sheqer 1 kilogram 95 cent, gulash gjedhë italiana 95 cent, kafe turke 95 cent, lëngje sola 95 cent, shampon për flok palmolive 95 cent, detergjent për Indet 95 cent, letër e lagur 95 cent, pjata të ndryshme me cop 95 cent, peshqir 95 cent, lodra të ndryshme për fëmijë 95 cent, Unihopke 95 cent. Ka ma lirë. Kur nisësh dikon pa internet, do këtë vetja Amerigo Vespucci. Post nalt. Menon që ja del pa Snapchat, pa internet, pa Google Map. Deri kur ta shën krejt edhe thu, m'fal, a keni wireless, bra? Pa merak, provo thuemi këtë balon. A baba thuet në wireless, bra? Pa lidhje. Mos bërë situata pa lidhje. Rri në lidhje me Albafon eSIM. Shkarkoj aplikacionin në App Store dhe Google Store. Udhtoj jashtë vendit me tarifat më të lira për internet. Gati për fundjavë? Merr një Chelsea të online rent a car. Dhe shijon